Të hënën e 4 prillit të këtij viti, emisionin tonë Edhe unë jam Kosovë, të cilin e realizuam në fshatin Siçev të Klinës, konkretisht e familja Desku, e patëm përfunduar me këto fjalë. Qëndrimi tonë në fshatin Siçev i afroi fundi, dhe ne sikur ndjenim ankth se si do ta lëm këtë familje pesantarqe, dhe në kokë vazhdimisht më silleshin fjalët e Muhametit. Kom nevojë për japi, kom nevojë për sa nevojë shimborë se pa to nuk rrihet. A për tash vera, mund në marrë njëri shatër, mund dishka. A pa buk të krejnë për motër, të parjet. Që bilet bashkë sot e mund një, që një vavarë mund një hovo, dhe të bëmë dishka. Qëndrimi tonë në fshatin Siçev i afroi fundi, dhe ne sikur ndjenim ankth se si do ta lëm këtë familje pesantarësh, dhe vazhdimisht në kokë më silleshin fjalët e Muhametit. Para kom punu, kom prashit, kom predrun, kom ru baktit. Tanaj kom bon. Hajde kom bon. Të isha kohë së kom për para, të kisha lipëndi për kërkun. Për kërkun të kisha lipëndi. Po ja thot, natë dit unqën. Po të menim, natë dit unqën. E për të nevoj qështu. E hala nuk ja din të vleftën, shka s'kamja. Se mja dit vleftën shka s'kamja, nuk i janë njerët me i kështu. Se nuk jënë veqonë në këtë Kosovë qështu, po ka shumë tjerë. Nuk i janë njerët me ne qështu. E të kisha të që ty, shka ka, biznesmen në Kosovë, mërgjimtar për jashtë, me ndihmu. E pas 3 muajsh mora rrugën e njëjtë për në Siçev të Klinës, por tash shumë e gëzuar, nga se më njoftuan se në sajë të emisionit tonë dhe bamirësisë së shoqatës Saliçeku nga Zvicra, dëshira e madhe e Muhametit dhe antarëve të tjerë të familjes ishte realizuar. Sa hyn brenda, zemra filloi të mërra më shpejt, para nesh gjendej shtëpia e ndërtuar nga bamirësit, kurse Muhameti, i gëzuar më shumë se të gjithë, u shpreh. Shumë jam gëzu. Mas pare e faleminderoj njës të nishin, si me ka onë Kosovën time. Me ka vizitu. E ka hapë urgentisht, dalmin e Zvicër. I faleminderoj gjithë bashkëpunëtorët tonë, jashtë atë që ka jenë vitën, ku do të jenë, në Gjermani ku do, që me kanë rrë mrapa. E faleminderoj Saliçekun, e faleminderoj Bazën Selman, ashtu vajnë e ti Hasanin, ashtu Valdetin, që ka punu na përshi veç me aqit kulmin. Shpia shumë e mirë për më pëlqerë. Shpia sukur kutia është. Nuk jam të kësë. Se e kanë do kafshatën e gojtë, e më kanë marrë shpinë. Por noshin, e noshin sukur ato që i kemë jashtë.
Shoqaja tajon këshyër që njerëz që e në varfun, që s'kanë stre, që t'i banë me stre. Duke ju falemderu konkretisht 21-shit që e pam një reportaj t'il, na shtyni që t'marim me urgjent një aktivitet t'il, t'i të bojmë njetët dhe t'fillojmë ndërtimin.